Sultanin, kështu që vazhdo mirë me vllahtat, vazhdo mirë me Rugetin, me mua s'ke punë fare. Mendimi tim, unë i shkoj deri në fund, në kundërshtim nga ty, që e hedh diçka, e hedh gurin dhe fshet dorën, se ti kështu e ke ti atë logjikën e jetës tate. Çdo gjë e ke, domethënë të fshihesh. Unë e kam që të dal drejt, moj motor. Unë të thash je e kontraktuar dhe ti fillove sulmet që ditën e dytë që unë kisha hartu. Pse se s'pëlqeu e kontraktuar? Nuk është ashtu. Ti për që ke hy, më ke gju 2-3 kunja, edhe nuk t'ja përgjigj. Kam thënë, po të fluturojnë moza ti nga ajo gjë çka më ke përmend. Derin, se ç'është fluturojnë moza? Ata 100 gjëna mi ke përmend. S'du ta shpjegoj, ku du ta shpjegoj. Kur ta sulmosh tjetrin, prit edhe antisulmin në të njëjtin nivel. Se ndryshe ti nuk e kupton. Ti nuk e kupton. E kuptove tash që dhe unë ti të sulmoj aq. Kaq më mjafton mu. Dole nga vetja jote disa herë. E tregove që je pa edukat. Rregull jam më. Jam shumë rregull. Bravo. Njëshje. Po ti të ua ka vaj skori ti. Mu ke pëtit se ke Krizi, pëse sakë vla? 3 la. Su që nga futin në linë. Se u të shmenëm të një gjuhë budali që me okë. Jam me fatë. A mami që para shikova mundin erdi. Erdi kjo. Jam me fatë. Ajo me qenë ashtu mirë si që tu ti, nuk ullet fara për te, me qenë e menqër. Ullet fara për te, aty me umirë me ty. Me mashtrimet e tua, manipulimet e tua. Që të më diktosh mu se me ka ullër dhe me ka jo. Me mirë kështë të foljo me ty. Edhe këto tjerës mund kenë mendim që ti e fake dhe prapë rrinë me ty. Se që do bëjnë, do rrinë me ti këtu shpi. Qa me të thënë dëshe? Në regull, gjithë kush rrinë me atë që i përshtatët, në qofë se ty të përshtatët... Unë rri me të gjithë në këtë shpi, je vetmja që nuk e afru asnjë nga gocat e reja. Nuk është të vërtet. Pse? Pyte Egin. Sepse ti, ose pse në basit sulmova unë që s'ta ke prit.